Policia ka shoqëruar 4 persona pas ngjarjes së të dielës në mbrëmje ku u qelluan me armë në ajër nga një jahtë në Palaz. Sinjalizimi mbriti në orën 21 dhe e vuri në lëvizje policin kufitare Delta Force dhe FNSH, që nisën ndjekjen për kapjen e mjetit lundrues i cili po lëvizte drejt Himarës. Operacioni nga deti dhe toka zgjati 2 orë. Pasi ja dolën ta shoqëronin jatin në kalatat e Porto Palermos, policia shoqëroi 4 persona që ndodheshin në bord: Bruno Çela, 31 vjeç, Leonard Hasa, po ashtu 31 vjeç, Afrim Kastrati, 49 vjeç dhe Pashk Gjini, 60 vjeç. Gjatë kontrollit të tyre dhe të jatit, policia nuk ka gjetur asnjë send të paligjshëm dhe ende nuk është e qartë se cili prej tyre ka përdorur armën. Bëhet me dije se jati fillimisht kishte marrë drejtimin për në Greqi, por më pas ndryshoi kurs. Gjatë ndjekjes, njëri prej personave në bord u hodh në det dhe u kap më pas nga policia kufitare. Gjatë operacionit, 2 nga personat që ndodheshin në bordin e jatit tentuan të afroheshin në breg me gomone për të ikur policisë, por pasi konstatuan praninë e efektivëve në tokë, ata u kthyen sërish drejt jatit. Sipas të njëjtave burime, në përpjekje për t'u shmangur autoriteteve, jati fiku dritat dhe vijoi lëvizjen në det. Ende nuk dihen rrethanat pse ka ndodhur të shtënat apo tentativa e personave të ndaluar për t'i shpëtuar policisë.